Ai nuk qëndron i shtrirë në kurrez kur shoqëria po digjet jashtë. Kur rinia po shkatërrohet, ai nuk po thotë se nuk janë fëmijët e mi, le të bëjnë çka të dojnë. Jo, besimtari vërtet bën përpjekje për ta ndryshuar të riun, për ta edukuar të riun, për ta përmirësuar të riun, për ta larguar dhe për ta shpëtuar nga mendja e keqe që mund të ketë rahaj. Dhe mesazhi tjetër që e marrin vëllezërit e mi, zëri që dëgjojmë të një personi, e që ne sot kemi heshtur për fat të keq. Ne sot na dëgjohet zëri kur shohim ndeshje sportive, bërtasim me tullate. Ne sot na dëgjohet zëri në sharje dhe grindje. Ne sot na dëgjohet zëri në përdasma duke kënduar së bashku me këngëtarët. Mirë po, na dëgjohet zëri jo kur fëmia jonë s'po e fal namazin. Ku jeti si prind që dëgjohet zëri jo për ta këshilluar me dëmshuri atë, për t'i thonë biri jem një gabim në këtë, biri jem boje këtë sepse këtë shpërblim e ke, këtë të mirë e ke. A dëgjohet zëri jo kur ne dim që fëmia jonë kalon ditët dhe netët në alkohol. Apo ne vetimi që, po unë falem për vete, kam rahatu vetën tim, tani ai për vetë për e dhja i në bëjt qka doj. Jo, gabim, modeli i surës Jasin nuk është ky. Besimtari i cili është besimtari vërtet dhe e prind këtë rast, e di që fëmia jonë, ai po kalon në ditë mbiqos, e di po hesht, e di po thu se nuk kam çka t'i bëj, duket po shpërpjekje në mënyrë që me dëmshuri dhe me këshilla të mira, t'i spjegosh atij pse kjo është e keqe dhe pse duket largohet. Dhe ta orientosh e ta shpëtosh në varësi e mirësi. Dhe mesazhi i tretë çka është